Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Jam shumë e lumtur që jeni këtu. Sot do të zbulojmë së bashku se çfarë na rezervon universi për javën e korrikut. Nga data 7 deri më 13 korrik do të thellohemi në aspekte thelbësore dhe do t'ju japim këshilla specifike që mund t'ju ndihmojnë të shfrytëzoni energjinë e kësaj jave. Le të nisim. Dashi 21 mars 19 prill. Dashuri, kjo javë sjell mundësi për të forcuar lidhjet, veçanërisht nëse jeni të gatshëm të ndajni më thellë ndjenjat tuaja. Për beqarët, mundësitë për takime të reja janë të larta, ndoshta me dikë që ndan pasionet tuaja. Jeni të hapur ndaj romantikës, financa, mund të shfaqen mundësi të papritura për të rritur të ardhurat. Jeni të vëmendshëm ndaj detajeve në çdo marrëveshje financiare. Shëndeti. Gjeni kohë për relaksim dhe aktivitete qetësuese si meditimi ose shëtitjet në natyrë. Këshill shmangni ushqimet shumë pikante ose të përpunuara që mund të rrisin inflamacionin. Pini shumë ujë. Demi 20 prill 20 maj. Dashuri, stabiliteti dhe siguria janë prioritare këtë javë. Shpenzoni kohë cilësore me partnerin duke bërë aktivitete që ju ofrojnë rehati. Për beqarët, dikush i besueshëm dhe praktik mund të tërheqë vëmendjen tuaj. Financa. Rishikoni buxhetin tuaj dhe përpishuni të kurseni. Shëndet, kujdesuni për shpinën dhe qafën. Ushtrimet e shtrirjes dhe pozicionimi i mirë janë të rëndësishëm. Këshill shtesë, shmangni ëmbëlsirat e tepërta dhe ushqimet e skuqura. Fokusoheni te pjatat e bëra vet. Binjakët 21 maj 20 qershor. Dashuri, komunikimi është thelbësor këtë javë. Shprehini mendimet dhe ndjenjat tuaja me qartësi partnerit. Beqarët mund të kenë takime të shumta dhe interesante, veçanërisht nëpërmjet rrjeteve sociale. Financa, mund të merrni lajme të mira në lidhje me financat. Shëndet. Sigurohuni të flini mjaftueshëm për të qetësuar sistemin nervor. Këshill shtesë. Planifikoni vaktet paraprakisht për të shmangur nxitimin. Pini çajra bimor për qetësim. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Dashuri, kjo javë sjell fokusin te siguria emocionale dhe lidhjet e thella. Kërkoni intimitet dhe përqendrohuni te familja. Beqarët mund të ndjehen të tërhequr nga dikush që ofron stabilitet dhe mbështetje emocionale. Financa. Kjo nuk është java më e mirë për të marrë vendime të rëndësishme financiare. Shëndet. Kushtojini vëmendje sistemit tuaj tretës dhe shmangni ushqimet që ju shkaktojnë fryrje ose shqetësime. Këshill shtesë. Shmangni produktet e qumshtit nëse ju shkaktojnë probleme. Gatuani në shtëpi për të kontrolluar përbërësit. Luani 23 korrik 22 gusht. Dashuri. Kjo javë është e shkëlqyer për romancë dhe argëtim. Shprehni dashurinë tuaj me pasion dhe krijoni momente të paharrueshme me partnerin. Beqarët do të tërheqin vëmendje me karizmën e tyre. Financa. Mund të ketë mundësi për fitime të papritura ose rritje të ardhurave. Shëndet. Luani ka një shëndet të mirë, por duhet të ruhet nga lodhja e tepërt. Këshill shtesë. Kufizoni mishin e kuq dhe ushqimet me yndyrë të lartë. Bëni pjata me prezantim të bukur. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Dashuri, mund të jeni më kritik se zakonisht këtë javë. Përpishuni të jeni më tolerant me partnerin dhe të përqendroheni te cilësitë pozitive. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush me mendje praktike dhe të organizuar. Punë, efikasiteti dhe përkushtimi juaj do të vlerësohen. Është një javë e mirë për të përfunduar detyra të vështira dhe për të rregulluar detaje. Shëndet. Kushtojini vëmendje mirëqenies mendore. Këshill shtesë. Shmangni ushqimet e përpunuara dhe sheqernat. Pini çajra bimor për tretje. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Dashuri, harmonia dhe balanca janë thelbësore këtë javë. Mund të ketë nevojë për të bërë kompromise me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë që vlerëson estetikën dhe bashkëpunimin. Financa. Mund të ketë mundësi për të rishikuar kontrata ose marrëveshje financiare. Shëndet. Peshorja duhet të ruaj balancën në gjithçka. Sigurohuni të bëni ushtrime të rregullta fizike dhe të ushqeheni shëndetshëm. Këshill shtesë. Kufizoni sasinë e kripës. Fokusohuni në ushqime të freskëta dhe të gatuara thjesht. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Dashuri, intimiteti dhe thellësia emocionale janë në qendër të vëmendjes. Mund të zbuloni sekrete ose të ndani ndjenja të thella me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje magnetike ndaj dikujt, por jeni të kujdesshëm. Financa, jeni të kujdesshëm me investimet e mëdha. Kërkoni këshilla nga ekspert nëse keni dyshime. Shëndet. Akrepi mund të mbajë stresin në trup. Praktikoni aktivitete që ndihmojnë në detoksifikim, si sauna ose dushin me ujë të ftohtë ngrohtë. Këshill shtesë. Pini shumë ujë. Shmangni ushqimet shumë të përpunuara dhe alkoolin e tepërt. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Dashuri,
Dëshira juaj për aventurë dhe liri mund të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja. Kërkoni të bëni diçka të re dhe emocionuese me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë interesant gjatë udhëtimeve ose aktiviteteve të reja. Financa mund të ketë mundësi përfitime nga burime të papritura, por vlerësojini me kujdes. Shëndet, angazhohuni në aktivitete fizike që ju ndihmojnë të ndiheni të lirë dhe të gjallë. Eksploroni natyrën. Këshill shtesë, kufizoni alkoolin dhe ushqimet e skuqura. Përpishuni të gatuani më shpesh në shtëpi. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Dashuri, përkushtimi dhe besnikëria janë thelbësore këtë javë. Mund të ndiheni më të prirur të shprehni dashurinë tuaj përmes veprimeve konkrete. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush serioz dhe me ambicie. Financa, përqendrohuni në kursim dhe investime afatgjata për siguri më të madhe. Shëndet, britsjapi mund të mbajë stresin në kocka dhe kyçe. Bëni ushtrime me pesha të lehta dhe sigurohuni të merrni mjaftueshëm kalcium dhe vitaminë D. Këshill shtesë, kufizoni alkoolin dhe ushqimet e skuqura. Përpishuni të gatuani më shpesh në shtëpi. Ujorit 20 janar 18 shkurt. Dashuri, pavarësia juaj mund të jetë në qendër të vëmendjes. Gjeni një ekuilibër midis hapësirës personale dhe kohës me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë që ndan idealet e tyre unike dhe mendjen e hapur. Financa, mund të ketë mundësi të papritura financiare përmes rrjeteve shoqërore ose ideve origjinale. Jini të hapur ndaj mundësive. Shëndet, ujori mund të ndihet i stresuar nga kërkesat sociale. Kujdesuni për sistemin nervor dhe qarkullimin. Këshill shtesë, shmangni kafeinën e tepërt dhe sheqernat. Përqendrohuni te ushqimet bimore. Peshqit, 19 shkurt 20 mars. Dashuri, ndjeshmëria dhe empatia juaj do të jenë në kulm. Jini të hapur ndaj nevojave emocionale të partnerit. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me shpirt të butë dhe të ndjeshëm. Financa, jini të kujdesshëm me financat. Shmangni shpenzimet impulsive dhe kërkoni siguri financiare. Shëndet, peshqit janë të ndjeshëm ndaj mjedisit. Kujdesuni për sistemin imunitar dhe shmangni ambientet me energji negative. Këshill shtesë, pini shumë ujë dhe çajra bimor. Shpresoj që ky horoskop javor t'ju ketë ofruar qartësi dhe frymëzim për javën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe dëshironi të shihni më shumë përmbajtje të ngjashme, ju lutem bëni like, ndajeni me miqtë tuaj dhe abonohuni në kanalin tim për të mos humbur asnjë video të re. Mbani mend, universi ju mbështet gjithmonë. Mirupafshim në videon tjetër.